E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me rrëfimin e radhës, me letrën e radhës, për të ndarë me ju një histori që realisht nuk janë histori të padëgjuara, nuk janë histori që nuk i kemi prekur, i kemi prekur dhe më herët, por janë nga këto historitë që realisht fund nuk kanë. Tani unë në asnjë mënyrë nuk e mbështes dhe nuk e duar torkas tradhtin. Tradhtia është dobësia më e ulët e një njeriut i cili mundohet që të tregoj burërinë duke tradhtuar partnerin e jetës së tij. Dhe sidomos këto tradhti që vinë si një lloj shoqërie, afrohen si shoqëri, prezantohen si shoqëri dhe më në fund janë thikat që të prekin dhe të vrasin më shumë. Dhe historia që të ndaj sonte bëhet fjalë për një zonjë e cila tregon që burri i saj me pozicionin drejtor në një institucion ka tradhtuar gruan dhe të dashurën, domethënë sekretaren, ja ka prezantuar si mike. A realisht ajo ka qenë e dashura e tij. Nuk e kam menduar kur thot se jeta ime do të më kthejë në një gënjeshtër kaq të madhe. Për vite me radhë besoja se kisha gjithçka. Një burr të suksesshëm, një familje të respektuar dhe një martesë që të tjerët e kishin zili. Ai ishte drejtori një institucioni shumë të rëndësishëm. Një njeri që fliste bukur, që dinte të fitonte besimin e të gjithëve, e sidomos besimin tim. Unë isha gruaja që qëndronte pas tij. Ajo që e mbështeti kur ishte askushi, që i fshiu djersën dhe që i dha forcën, apo që sakrifikoi ëndrat e veta për të ndërtuar ëndrat e tija. Dhe ai çfarë bëri? Ai më tradhtonte, ndërsa unë i hapja derën edhe i buzëqeshja. Sekretarja e tij ishte gjithmonë prezente në jetën tonë, por jo si rrezik, jo si dyshim, ma prezantonte si miken time më të mirë në punë. Një vajzë e qetë, një vajzë e sjellshme, gjithmonë e buzëqeshur. Madje vinte shpesh në shtëpinë tonë. Ulej në tryezën time, pinte kafen bashk, qeshnim, flisnim për jetën, për punën, për të gjitha gjërat e zakonshme. Sa herë shikoja, realisht nuk më linte asnjë lloj dyshimi. Përkundrazi, ndjehesha krenare që burri im ishte kaq i respektuar dhe që kishte një ekip të tillë në thonjza profesional. Ai më thoshte shpesh, pa të nuk do t'isha këtu ku jam sot. Dhe unë e besoja, sepse unë atë e doja verbërisht. Filluan ndryshimet e vogla, por i justifikova. Qëndronte më gjatë në zyrë, telefoni i tij ishte gjithmonë në heshtje. Kur e pyesja më thoshte, është përgjegjësi e madhe të jesh drejtor. Nuk e kupton se sa stres kam unë. Filloi edhe të largohej emocionalisht. Nuk flisni më si dikur, nuk më shikonte në sy, por unë e fajsoja veten. Mendoja se nuk isha mjaftueshëm e bukur, mjaftueshëm interesante, apo mjaftueshëm e re. Dhe ajo vazhdonte që të vinte në shtëpinë time, të më përqafonte dhe të më thoshte sa me fat je që ke një burr të tillë. Por jeta nuk i mban gjërat e fshehura, e vërteta të godet si rufe. Një ditë, pa dashje, hapa laptopin e tij. Nuk po kërkoja asnjë gjë. Por aty ishin mesazhet,
fjalë që nuk ishin për mua, emra për këdhelës, plane, takime, dashuri e fshet. Sekretarja, miku i tim më i mirë, gruaja që kisha futur unë në shtëpinë time. Gjunjët më dridheshin. Zemra më rihte sa mendova se do të më dilte kritësisht nga krahërori. Nuk qava më njëherë. Unë ndjeva e tëra bosh. E tradhtuar, e përdorur dhe e poshtëruar. Kur e përballa, nuk e mohoj as pak. Më tha fjalët më të ftohta që unë kam dëgjuar ndonjëherë. Nuk doja të lëndoja, thjesht ndodhi. Ndodhi, ndërsa unë gatuaja për të. Ndodhi, ndërsa unë e mbroja nga fjalët e botës. Dhe ndodhi, ndërsa ajo më shikonte në sy edhe më buzëqeshte mua. Ajo martes u shkatërua po atë ditë. Jo vetëm nga tradhtia, por nga mashtrimi i gjatë, nga dyftyrësia, nga fakti që më bën pjesë të gënjeshtrës së tyre. Sot jam vetëm, por jam më e fortë. Më dhëm bende, me patjetër që po. Ka net që unë qaj në heshtje, me patjetër që po. Por e di një gjë, më mirë vetëm me dinjitet, se sa e martuar me një gënjeshtër. Do ta mbyll duke thënë që ky është rrëfimi im. Rrëfimi një gruaje që besoi, që u mashtrua, por që nuk u thye. Sepse edhe pas tradhtisë më të madhe, jeta vazhdoka. Dhe unë realisht do t'jetoj pa gënjeshtra. Në fakt, një jetë e lumtur është në momentin kur ti reflekton edhe preferon që të jetosh pa gënjeshtra. Mendoj që të jetuarit përhatër, të jetuarit në gënjeshtër të madhe, duke e ditur që vlera jote nuk ka vlerë, duke e ditur që njeriu jot bie çdo ditë në tokë, duke e ditur që energjia jote nuk ekziston më, atëherë do me thënë është vetëm një përgjigje. Largo dhe ngri veten tënde në vendin ku ti e meriton. Unë mendoj që çdo njeri është unik në këtë univers dhe duhet jetojë jetën ashtu siç e meriton vetë.